Djali yt më ka para borxhi, vuri zjarin banesës së një gruaje arrestohet 27 vjeçari në qytetin e Fierit. I vuri zjarrin banesës së një shtetëse me pretendimin se djali i saj kishte para borxh, identifikohet dhe kapet, arrestohet 27 vjeçari. Menjëherë pas marrjes kallëzimit të shtetases ML se një person i pa identifikuar i kishte vënë zjarrin banesës së saj në lagje nr. 1, gjatë kohës që ajo nuk kishte qenë aty, shërbimet e stacionit policisë Roskovec organizuan punën për zbardhjen e ngjarjes. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore të kryera u bë i mundur identifikimi i kapje dhe vënien pranë nga të shtetasit EZ, 27 vjeç, banues në Fier. 27 vjeçari dyshohet se i ka vënë zjarrin banesës së shtetases ML me pretendimin se djali i kësaj shtetaseje i kishte borxh një shumë parash. Si pasojë e zjarrit pati vetëm dëme materiale të pjesshme. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.